Vazhdojmë tani me përgatitjen. Për menyn e sonte do të përgatisim qofte, por këtë radhë qoftet do t'i bëjmë në kajmak, pasi kjo është një nga recetat më të pëlqyera në shtëpinë time dhe me sigurt se nëse e provoni që të gatuani edhe ju, do të bëhet e pëlqyera edhe në shtëpinë e juaj. Unë këtë meny po e bëj të përshtatshme për 6 persona. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund që t'i dyfishoni të gjitha masat që unë po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj videoje. Dhe nëse ju duhet më pak, mund që t'i përgjysmoni të gjitha masat. Në një enë më të madhe, shtojmë 700 gram mish viçi të bluar. Te mishi, vazhdojmë që ta shtojmë të parën qepën. Qepën e kam bluar me blender dhe e kam bërë shumë imët. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë thërmia buke, prezlla, pra këto që shiten të gatshme. Në total për 700 gram duhet që të shtojmë një gotë çaj me thërmia buke. Njëherë vazhdojmë që ta shtojmë një vezë. Vazhdojmë që ta shtojmë piperin e kuq, unë po shtoj një lugë të mesme me piper të kuq. Një lugë të mesme kryp. Për shije më të mirë, gjithmonë preferoj që të shtoj pak hudër në pluhur. Pak piper të zi. Tani vazhdojmë që ta përzijejmë. Në brumin e qofteve ose kebabave kur përgatisim, është mirë që ta ngjeshni mirë. Sa më gjatë i ngjeshni dhe i përzijeni, aq më të mira do t'ju bëhen. Unë do të vazhdoj kështu diku për 4-5 minuta që ta ngjesh mirë brumin. Brumin e qofteve ose mishin e kemi gati. Ju mund ta përgatitni edhe një natë më herët, ta mbuloni mirë dhe ta ruani në frigorifer, ose t'i lini që të pushojnë deri në kohën kur të vjen koha e iftarit dhe atëherë t'i pjekni, por mund që të vazhdoni dhe t'i pjekni me një herë ashtu siç po bëj unë. Marrim një tepsi ose një tavë balte. Poshtë tepsisë shtojmë vaj dhe nga vaji që është në tepsi i bëjmë edhe duart pak, pëllëmbët e duarve, që të mund t'ju japim formën më lehtë dhe më mirë qofteve. Nga mishi marrim kështu qoftën në dorë dhe vazhdojmë që t'i lëmojmë mirë duke i dhënë formën rrumbullake. Dhe vazhdojmë i rendisim në tepsi. Nëse nuk keni tepsi si kjo, mund të përdorni çfarëdo lloj tepsie që keni në shtëpi. Por me këtë lloj të tepsive marrin një shije pak më të mirë. Ju sugjeroj që këtë pjatë ta përgatitni edhe nëse keni mysafir, sepse jam e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe qoftet i kemi gati. Vazhdojmë tani që t'i fusim në furrë dhe t'i pjekim. Fura është e parangrohur mirë në 220 gradë dhe vazhdojmë i pjekim aty për 20 minuta. Ndërkohë që qoftet janë duke u pjekur, ne do të vazhdojmë që ta përgatisim kajmakun, të cilën do ta shtojmë sipër qofteve. Ndërkohë që qoftet pjekjen, vazhdojmë që ta përgatisim kajmakun. Në një enë më të madhe, fillimisht shtojmë 500 ml krem pana për kuzhinë. Vazhdojmë tani që te kremi pana të shtojmë shmend, pavllak, ajk, ose në vende të ndryshme firet edhe salcë kosi. Në total do të shtojmë 500 gram salcë kosi. Zakonisht këtë recetë e përgatis me kajmak. Kajmaku shitet i blerë, kështu sikur salca e kosit, por pasi shumica nga ju më jeni ankuar se nuk mund të gjeni si produkt në vendet ku ju jetoni, këtë radhë vendosa që ta bëj me ajk, për t'ju demonstruar edhe juve se rezultati final del pothuajse i njëjtë. Shumë pak kryp dhe përzijem mirë derisa të bëhen bashkë të dyja produktet. Tani pas 20 minutave që qoftet janë pjekur, vazhdojmë që t'ju shtojmë tani sipër kajmakun që e përgatitëm. Sipër ju shtojmë edhe djathë kashkavall të përnërinde për t'ja shtuar edhe më shumë shije në këtyre qofteve. Kashkavall mund t'ju shtoni sipas shijeve të juaja, unë po shtoj dikon 100 gram kashkavall të bërnërinde. E rikthejmë në furrë dhe tani e vendosim poshtë në fund të furrës dhe lejojmë aty që të qëndrojë dikon për 10 deri në 15 minuta tjera derisa kashkavalli të shkrihet.
qoftet në kajmak janë gati. Lejojmë që të ftofen dikun për 10 minuta dhe vazhdojmë që t'i shërbejmë për iftarin e sonтëm. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni bashkë me familjet e juaja. Deri në video recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.